Maliqi do zbresë të dielën në fushë në një nga ndeshjet e transfertës më të rëndësishme të këtij sezoni përballë Tomorit, skuadër që aktualisht ndodhet në një situatë të vështirë e rrezikon largimin nga kategoria e dytë. Për Tomorin kjo sfidë konsiderohet jetike pasi çdo pikë është e domosdoshme në luftën për mbijetesë. Kjo e bën përballjen më të fortë pasi pritet një ekip i motivuar maksimalisht dhe i gatshëm të luftojë deri në fund për rezultatin pozitiv. Nga ana tjetër, maliqarët hynë në këtë takim me objektiva të qarta. Ruajtjen e vendit 5 në renditje, një pozicion që mban gjallë shpresat për të siguruar një vend në fazën play-off. Një arritje e tillë do të ishte sukses i rëndësishëm për skuadrën duke parë konkurrencën e fortë gjatë gjithë sezonit. Në këtë kontekst edhe një barazim do të kishte vlerë për Maliqin që të mos linte gjithçka për të vendosur në javën e fundit të kampionatit. Megjithatë, synim mbetet marrja e pikëve maksimale për të hedhur një hap sigur drejt objektivit. Një ndeshje që pritet jetë e luftuar në çdo aspekt, me dy skuadra që kanë objektiva të kundërta, por që janë të rëndësishëm në këtë fazë të sezonit.